Prandaj jeta e kësaj bote është e përkohshme. Islami e përshkruan këtë dynja shumë të shkurtër në krahasim me atë dynja tjetër. Tepër të shkurtër. Mirë po ne nuk mundëm me e kuptu. Ne japim shumë rëndësi kësaj dynjas, sa që mendojmë që ne përgjithmonë të punojmë, të jetojmë. Kurse Islami e tregon se është pa vlerë, është një dynja që nuk çon pesh ti jep kësaj përparësi, kurse ajo botë është e përjetshme, e gjithmonshme. Tha Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam për të na treguar neve vlerën e kësaj dynjas, tha: unë dhe kjo botë jemi sikur një udhëtar që ndalet në një hije, në një pemë dhe pushon, pastaj largohet dhe vazhdon. Ti ke ardhur këtë dynja me pushon që të pemë që ty pushon pak me adhurime, me devotshmëri, me sinqeritet. Pushon këtë dynja. Ato lodhje që të bën ty dynjaja të bën që kjo dynja me atë lodhje të saj të largon nga rruga e Allahut. Prandaj kjo botë është mjet, nuk është qëllim. Kjo botë është mjet, nuk është qëllim. Që do të thotë kjo le të bëhet shkaktare që ti punon këtë botë, ta fiton atë gjysën e kësaj bote dhe ta fiton atë gjysën e asaj bote. Si bëhet kjo? Të adhurohet i vetmi Zot, i vetmi Allah, të mos i shoqërohet atij askush. Të punojmë në mirësi, të jetojmë me drejtësi dhe moral të lartë. Nuk kushtojnë këto, bëhen pa fare. Nëse don ta fiton këtë dynjan, e kjo dynja të bëhet shkaktare për atë botë, kështu është. Më së miri. Bota, apo kjo dynja na përkujton neve që kene me dalë mbi të gjykimit. Për atë është, ti mos mendo se kjo botë është veç të kënaqesh, të qesh, të hanë, të pinë, të gëzohesh, të këndon dhe mbaroj. Kjo botë është të mërzishme. Kjo botë ka vështërsi. Kjo botë ka mërzi. Kjo botë ka padrejtësi. Kjo botë ka hile, ka tradhti. Ku po shkon ti me këtë? Ka pe amban ti me këtë botë. Prandaj mos e vlerëso në shkallën, mos e vlerëso këtë botë në shkallën e asaj bote, nga se kjo është e përkohshme, ajo është e përjetshme, e ke gjithmonë. Jeto sa të jeton, do të vdesësh, do të kthehesh tek Allahu, atje do të jesh përgjithmonë. Po je i mirë, përgjithmonë shpëtove. Po je i keq, Allahu na ruaj. Allahu të bëftë qarë. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.